Vëlla i nderuar, si është sjellja jote në familje? A je i butë, i mëshirshëm, këshillues dhe i dobishëm, siç na kërkohet të jemi? Apo je i vrazhd dhe arrogant? Familja është e shenjtë. Familja është bekim. Sot, shumë çifte, për shkaqe të ndryshme, kalojnë në divorc, shkatrojnë veten, fëmijët dhe familjen. Ne kemi obligim që familjen ta kthejmë në një folet dashurie, sepse më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen, ka thënë profeti jon i dashur Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të. Vëlla i nderuar, duhet të dish se gruaja në Islam ka një vlerë të madhe. Ajo është diamanti jot. Ajo është mbretëresha jote. Ajo duhet trajtuar si e tillë. Gruaja është e brisht, preket shpejt. Prandaj, ti, bëhu streh për të. Ti, bëhu qiell për gruan tënde, që ajo të bëhet tokë për ty. Ti, bëhu pemë për të, që ajo të ulet në hijen tënde. Ti, bëhu krah për atë, që ajo të fluturojë. Ti, dhuroj dashuri, që jeta jote të ndriçohet. Vëlla i nderuar, këto janë disa këshilla që të ndryshojnë jetën. Mos tento ta gënjesh gruan, nga që ajo do ta dallojë se gënjen nga zëri yt. Mos e anashkalo gruan, kur ajo më së shumti ka nevojë për ty. Mos e pyet atë sa të do, vetëm atëherë kur ti i pari ja paraqet asaj dashurinë tënde që ndjen ndaj saj. Mos e tradhto gruan. Zemra e saj është si qelçi. Nëse thyhet, nuk mundet të rikthehet në formën e saj të mëparshme. Nëse gruaja qesh, dije se ajo nën shoqërinë tënde rehatohet. Nëse ajo të thërret, dije se ajo ka qenë e pikëlluar dhe ka dashur të dëgjojë zërin tënd që të qetësohet, edhe pse ajo nuk ta ka shprehur pikëllimin e saj. Nëse ajo është e lumtur, ti shoqëroje në lumturinë e saj. Nëse është e pikëlluar, pyete që ta qetësosh. Zemra e gruas e do një burr vetëm atëherë kur i beson atij. Gruaja shumë rënd e shfaq mërzinë e saj. Dhe nëse e sheh se nga sytë e saj i rrjedhin lot, dije se ajo